Miq, dal nga dal fushatës po I vje fundi. Kemi folë për gjatë një muaj për një prej fushata më interesante të mbajtura ndonjëherë për zgjedhjet komunale. Dinamika ka qenë shumë e madhe, kandidatet kanë qenë goxha interesant, dhe ne këtu në VV-Show bashkë me Visarin kemi diskutu disa herë për këto zgjedhje. Kemi pas kandidatë të ndryshëm në VV-Show me cilët kemi bisedu për projektet e tyre në 4 vjetët e ardhshme. Visar, si tu ka dok kjo fushatë? Po, tash me krahasu mbase me fushatat tjera, për shembull, unë pesha që shpesh pe krahasoj njerëzit me fushatën e zgjedhjeve përgjithshme që kishin pashtu në fillim vitit. Natyrisht që fushata elektorale ka tjetër në ngjyrim, unë mendoj që është më cilësore në një aspekt tjetër, po nuk e ka, ta them kështu, glamurin e fushatës përgjithshme dhe ka arsye për këtë gjë. Fushata në zgjedhjet lokale bëhet më shumë në, si më thon kështu, kontaktin drejt për drejt me qytetarët. Pra fushata deri më deri del takime më të vogla kështu më radh, kandidat për kryetar, sepse për brenda 30 ditëve pritet që të mbulon krejt vendbanimet e komunës. Për sa kohë që në zgjedhjet e përgjithshme nuk mund të mbulojë krejt Kosovën, se cilin lagje, se cilin fshat, s'ka kuptim, po flas për figurat e rëndësishme. Prandaj në zgjedhjet e përgjithshme, partitë politike obligohen që me bot tubime të mëdha dhe me komuniku me qytetarët përmes masivitetit të mediatizuar. Ndërkohë që në fushatat elektorale, zgjedhjet lokale, për shembull Prishtina është një prej komunave me që është më e madhe që ka edhe kësi elemente, po kryesisht është fushata ashtu. Kështu që mendoj që ka qenë një fushatë jashtëzakonisht e mirë, për aq sa ka mujt me përcjell natyrisht, dhe e dyta mendoj që zgjedhjet lokale në përgjithësi i Kosovë kanë një përmirësim në cilësinë e ofertës në sa herë që ndodhin. Domethënë janë të shkuar të bëjë më mirë në ofertë po flas. Edhe në diskutime mes kandidatëve tonë, zemër pjesa më e madhe e debateve që kanë qenë, ato që janë zhvilluar kanë qenë diskutime për projekte të caktuara, e jo diskutime për tema të cilat Sypërkasën, për cilave nuk përfitojnë qytetarët tonë zemër. Kështu që në këtë drejtim mendoj që zgjedhjet lokale janë më të mira se zgjedhjet e përgjithshme në cilësi. Të përgjithshme janë më të rëndësishme për aspektin tjetër, natyrisht. Po është interesant se zgjedhjet lokale është I vetmi është kryetari i komunës që zgjedhet direkt për votës së popullit dhe deputeti. Deputeti pastaj zgjedh qeverinë. Pra, kur garojnë direkt në një garë, ta çmallin pak si kur garat presidenciale në Amerikë që janë show botnor. Si ke pa gjasat, ne sot do të analizojmë edhe për gjasat ku do të ketë balotazh, ku mund të mos ketë balotazh, natyrisht na nuk ja qesim pikën këtu, po edhe për preferencat tona që ne I kemi pa, por edhe për qëndrimet se ku duhet me fitu, se kanë herë merr vlerësim për një kandidat të caktuar dhe beson që ai është më I miri pavarësisht votat që mund t'i marr, sepse në fundit qytetarët votojnë atje, është pak cili kandidat është më I zhdërvjell, cili ka komunikuar më shumë, cili ka premtuar më shumë, dhe ndoshta edhe kush ka shti parë më shumë. Në kuptohet se tash partia në pushtet I ka edhe financat, kanë para të mjaftueshme edhe për fushata. Kështu që unë nuk e përjashtoj mundësinë që të ketë ndikim edhe paraja, veçanërisht në komunën e Podujevës, që siç e kemi pa atje grupet e interesit janë shumë të lidhuna me kandidatin e vetëvendosjes, përkatësisht kryetarin aktual Shpejtim Bulliqin. Kishim filluar me Prishtinën, gjithsesisht Zëronishin. Po. Zëronishin ku I përfshin komunat që lidhen me Prishtinën. Rajonin e Prishtinës, Si është e Prishtinën? Kush do të jetë I pari, a do të ketë balotazh, si do të... Po tash natyrisht që Prishtina edhe si kryeqytet, kjo ndodh në secilin vend botës, e ka përqendrimin dhe fokusin më të madh të këtë partive politike, të mediave kështu me radhë, edhe gara është gjithë më interesante Prishtina, në secilin proces elektoral në mos gabofshëm me përjashtim të 2009-s, kur atëherë Isa Mustafa pa të bëu kryetar pa balotazh, gjithë Prishtina ka shkuar në balotazh, pavarësisht sa kanë qenë, domethënë çfarë kanë qenë. Kështu që unë në Prishtinë shoh që ka balotazh. Mendoj që përparim Rama është edhe I pari në raundin e parë, edhe fiton garën në fund. Mendoj që përparim Rama edhe ka punu si kryetar, pak çka që nuk I ka plotësuar krejt ato për cilat është zotu, po ne e dim, domethënë kemi diskutuar disa herë që ka pasur edhe pengesa për qeverisë kështu me radhë, por megjithatë është kandidat I cili po e udhëheq garën, dhe dorën zemër ka vendosur në një standard edhe të premtimeve, edhe të
këndvështrimeve konceptuale, programatike, për shembull, që është që këta shkoje honë në për Kosovë, gjëra që i ka bo dhe premtu për parim Rama, tash i marrin edhe kandidatë të tjera dhe në për komuna tjera. Kështu që Prishtina shoh që LDK-ja ka me fitu, pra dhe del herën e parë në i pari, edhe pastaj e fiton garën. Megjithatë, unë mendoj që ka mund varë pak. Jo a fiton ajo për parim Rama, po ka mund varë pak çfarë gare kemi me pas në balotazh prej kandidatit të dytë. Këtu Prishtinë është besu për një kohë gjatë, që i dyti është vetëvendosja edhe Hajrullah Qeku. Për shkak se vetëvendosja partia e madhe në Prishtinë, tas mundesh me e mohu. Mirë po performanca zotit Qeku nuk ka qenë as për sa afër me e kënaqshme me ndajone, as për simpatizantët e lëvizjes vendosje e lëra më për qytetarët e komunës. Kështu që mendoj që gara këtu nuk ka përfunduar për vendin e dytë. Nuk mund të them për shembull në sakt a shkon Urani a Hajrullah. Unë mendoj që Hajrullah është ta theksojmë se emisioni del të shtunën, ndërkohë ne po flasim të ejten. Po a ka me mujt me ndryshu kjo shumë gjatë tyre ditëve, mendoj që po, mund me tash nuk e di sa mund t'jetë distanca për shembull në mes të zotit Ismaili dhe zotit Qeku. Mirë po, mendoj që aty është gara të zhvillu. Është interesante që për herë të parë mbase në garën në Prishtinë nuk është gara të zhvillu me kryetarin ose me të parin, po këta që janë dyti treti në të shtynë me vetë i cili për del dyti. Edhe mendoj që kjo ka me bo garën më interesante. Balotazhi. Se tash varet edhe me cilin kandidat shkon në balotazh. Për sa i përket podujevës që kisha përfunduar me Prishtina, gara në Prishtinë. Për mua ka qenë shumë interesant. Ndonë se pak ballafaqime mes kandidatëve. Në Klan Kosova nuk ishte zoti Qeko, në Dugazhin do tjetë sonte, por me gjitha të, nga jo që është pa deri tash, avantazh të madh ka zoti përparim Rama, mendoj për dy arsye. Ne zakonisht fokusohemi në pjesën e qendrës së Prishtinës, ku është punu, ku s'është punu. Ndërkohë, gjithë Prishtina dhe fshatrat kanë qenë ndërtimi në infrastrukturë, në rrugë, në kanalizim, në shumë çka. Dhe ka përmirësim të dukshëm të gjendjes. Tani përparim Rama qysh në 2021 ka dhënë premtime 8 vjeçare. Këtë nuk duhet me harru. Ka prej atyne që nuk kanë fillu fare. Që i bie që vështërsitë mund t'jenë edhe për ato, por duhet i marrim një nga një. Prishtina ka buxhetin e bllokuar nga qeveria. Pra që 9 muaj komuna e Prishtinës nuk mund të bëj pagesa. Dhe kjo me një vendim Hekuran Murati, i cili nuk e zhbllokon buxhetin. Është e kundërlidhshme, sepse me ligjin për buxhetin, edhe nëse vonohet votimi i buxhetit, me ligj e shfrytëzojnë buxhetin paraprak, domethënë shifrën e njëjtë. Këta kanë vendosur me majtë e bllokuar, sepse duan që Prishtina mos të hecë përpara për t'ja marrë LDK-s edhe për ta qeverisur vetë, dhe unë e kom pa, ne kemi pas qysh qeverisë vetë vendosja. E kom përmend një herë, e ki shembullin konkret. Rruga Recep Luci edhe Qamil Hoxha. Njëra është e kryer, tjetra është e bllokuar me vendim të institucionit të Hajrullah Qekut. Pra ky është modeli që kanë LDK-ja dhe vetëvendosja. Tani të sheshi George Bush. Të sheshi George Bush ka është interesant. Unë mendoj që Urani Ismaili ka bërë një gabim tepër të madh me premtimin se vendimi i parë do të jetë hapja e kësaj. Sheshi George Bush lidhet me emrin e presidentit amerikan George Bush. Ne jemi thujse të izoluar nga bota, përfshirë nga Amerika. Dhe nëse të gjitha partitë politike nuk janë të gatshme me përfundu këtë shesh dhe me ftu George Bushin, kur t'i vendoset edhe për mendorja aty, kjo është gabim trashanik. Për vetë vendosin, po e dim çfarë raportesh kanë me Amerikën. Po pse Urani Ismaili bien në këtë grackë populiste, unë nuk e marr vesh. Prandaj, për mu, kjo është gabim tepër i madh. Unë do të isha njëri më i lumtur nëse do të vinte George Bushi në hapjen e këtij sheshi. Përveç tjerash, aty është edhe katedralja. Ka premtuar që ka me bësh shesh edhe te xhamia. Pra është një hapësirë rreth objekteve të kultit, të cilat ju kthehen qytetarëve dhe jo veturave, sepse kudo në përbot, veçanërisht në perëndim, rreth objekteve të kultit nuk
ka vetura. Pra janë pjesë hapësira që shfrytëzohen nga njerëzit, nga vizitorët, nga të gjithë këta. Prandaj bllokimi i kësaj rrugë dhe premtimi për mos ta bërë sheshin Gjergj Bosh është gabim trashanik i bërë nga të dy kandidatet. Si të qoftë, zoti Qeko ka deklaruar se unë do ta bëj rrugën përfundrin, ndërsa sheshin do ta bëj. Do të thonë, në paraqitjen e parë e ka dhënë këtë premtim. Pak sheshe ka bloku punën. Tani, pse ti e blokon atëherë nëse ti do me bo ndryshe? Edhe matje, është bloku një rrugë relativisht e shkurtër, ka shkaktu një kohë trafik, por me koha e shkojnë njerëzit të mësu, hapen rrugë të reja edhe në këtë mënyrë. Kjo është një pikë interesant që e përmendë, domethënë unë nuk kam dëgjuar asnjë një spjegim racional që hapja e sheshit do të ndikonte pozitivisht në trafik. Jo, nuk ka. Domethënë ti dush me pas një farmatje, me thonë për shembull që kur ta hapim sheshin do ta kemi këtë përmirësim në trafik. Kur e kom pyetur në zotin Ismaili për çështën e trafikut, ka thënë se kemi një mori politikash që zgjidhin çështën e trafikut. Dakor, edhe për Parim Rama i ka, sepse dush me pas një mori politikash. Po sheshi si i tillë nuk është njëra prej tyre. E unë po pajtova plotësisht me ty që plotësisht gabim këndvështrimi që po e aplikojnë disa prej kandidatëve. Unë e shoh edhe politikisht këtë. Po edhe politikisht unë zemër edhe nga aspekti praktik. Domethënë qytetet e mëdha, qytetet e mira dhe të bukura janë bukura për shkak shesheve që i kanë. Para se gjithë apo jo. Sheshi, gjelbrimi, qyteti i kisë, dhe na duhet me pasi qytetarë një hapësirë në të cilën. Sheshi i Romës, llogarit. Krete kanë Parisi, ka Londra, ka. Na duhet me pas një hapësirë në të cilën ti si qytetar ec lirshëm. Qoftë me karros me fëmijë, qoftë nëse do me dalë me bicikëll, qoftë me dalë me pi me hongër një akullore, me pi një kafe, me rrugë kështu me radhë. Që ajo hapësirë do të na takon të gjithëve. Pastaj natyrisht ka nevojë për investime në infrastrukturë, për rregullime të tjera. Për shembull, që ndërtimi i rrugës A, edhe lidhja e rrugës B me rrugën A, ka me qenë edhe është projekt jashtëzakonisht i mirë për Prishtinën, që ka me ndihmu një pjesë trafikut, sepse një pjesë e konsiderueshme e Prishtinës, që është ndërtu shumë, që prej bregu Dillit e ka rruga C, e që vazhdon për Matiqan. Ka me përdorë qatë rrugë për me shku në përshpijat e veta dhe me dalë për Prishtinës. Llogarit e projektin e Unazës së Madhe, të cilin nuk e kanë mbështetur qeveria. Në çdo drejtim qëra se po du me bëu veç një ide, se po ndajmë pak më shumë te Prishtina, po veç edhe një gjë që më ka bëu përshtypje. Për shembull, na kemi pas në VVSH dhe kryetarin e aktual të Xhilanit, i cili është pashtu kandidat. Dhe na ka treguar dy gjëra që më kanë bëu përshtypje. Një, Unazën e jashtme, 10 branshme, pia për krahas qeveria. Apo jo, me financa dhe me të gjitha. Edhe tha bulevardi që kanë me bëu Xhilan, ta kushton 18 milionë euro. 18 milion kushton edhe sheshin Prishtinë. Atje pja për krahë Unazën, këtu s'pja për krahë Unazën. Është qërë. Unë jam për me bo Unazën Gjilan. Unaza ma urgjente në Kosovë njerë për njerë është Prishtina. Sigurisht. Ma urgjentja. Sigurisht, se këtu është dyndja e madhe. Që kjo të kallëzën për që vetë vendusin. E lu mendoj që du të me pas në të shkim për këtë. Edhe do të ketë në të Kjo është kes përdërimit pozitës si ministër dhe kryeministër, për më ma vështirësu jetën mu. Ky është modeli. Edhe për ma vështirësu jetën mu. Absolutisht. Që ka thonë e Kur'an Murati, unë nuk ka financoj premtimet për Parim Ramës. Zotni, ti financon projektet për Prishtinën, edhe s'pi financon me parët tua, për me parët mia. Një gjë tjetër që njerëzit i ka prejkë në Prishtinë, që duhet të theksohet, se ka ndodhur në kohën kur Jehona Lushaku ishte drejtoresha e arsimit, është mësimi gjithditor. Ka pas ndikim të jashtëzakonshëm tek shumë familje. Kanë ushqimin cilësor, kanë kohën kur shkojnë edhe kohën kur e përfundojnë edhe që lidhet natyrisht edhe me orarin e punës së prindërve. Është zgjeru, domethënë, numri i shkollave, tash më duket janë 7, madje ka edhe në fshatra, dhe brenda një kohe të caktuar të gjitha shkollat pritet me pas mësim gjithditor, shkollat fillore e kam fjalën. Dhe kjo ka ndikim edhe në kosto, edhe në barrën financiare të familjeve, sepse shkollimi është pa pare, ushqimi është pa pare, nuk ka nevojë të paguajnë qendrim ditor për kujdesje, nuk ka nevojë të paguajnë kujdestar në shtëpi apo ti dërgojnë në për këto qendrat, s'po them qerë dhe qendrat e qendrimit ditor, dhe ju kanë ndihmuar edhe financiarisht, pra. Ata janë të prekur, përfitojnë edhe financiarisht, dhe kjo ka me pas ndikim të madh, besoj, tek këto familje të cilat janë të prekuna direkt nga ky interes, sepse është edhe interesi tyne me pas mësim gjithditor. Realisht është diçka në cilën do tash me bëu ministria. Është dashur me Kosovë. Po, absolutisht.
Jo në kudo që mundet. Se Natyrisht, ka po, mi anis, specifika si po, mi anis, për shembull. dikun po mi anis me provu. Kjo është programi i madh që është dashur me qenë program kombëtar. Tash po bëhet program kombëtar, mes e kanë pas suksesin në Prishtinë, për marrjen e kandidaturës si zotim. Shumë kandidata që kanë si zotim për komunat e veta. Po. E di që e kam përmend. Përveç në Ferizaj, Akim Aliu tha se nuk është e bazuar në kurrikul. Do të thonë patë. Pra po problemet e ministria. Pra problemet të ministria. Unë e shoh në balotazh për Parim Ramën dhe Herullat Qekun, sepse mos me pa Herullat Qekun në balotazh, i bie që vetëvendosja duhet të përgjysmohet. Dhe a mund të ndodhë përgjysmimi i vetëvendosjes të Prishtinë, me dëshirë kisha po megjithatë bazën e ka të fortë. Nuk po duket që ka ndodhur diçka kaq e madhe sa më përgjysmu. Po pra, se nëse do të përgjysmojmë Prishtinë, ta kemi parasysh që edhe në zgjedhjet e përgjithshme vetëvendosja do të dilte e dyta. Absolutisht. Anise nuk janë të ngjashme. Bazeni më i madh i votave vetëvendosje Prishtina. Të Podujeva Visar, si e ke paseshe? Të Podujeva gara shumë interesante. Ne përmendet ti, do me thonë këtu, për shembull është një prej komunave që mas shumti është përdor parja publike për me siguru pushtetin, ose vazhdimsinë pushtet të lëvizjes vetëvendosje, se të shpejtim bulliqit më mirë thënë, se unë se shata bashkë si lëvizjes vetëvendosje, tash më bo sinqerisht. Themeluesit e vetëvendosjes po largohen nga. Natyrisht, se shpejtim bulliq është shpejtim bulliq. Po, ajo të potera e braktisë. Kjo ka qenë problematikë kur okonjët dhe tash problematikë kur vetëvendosje. Po si do qoftë, tash vetëvendosja për krahë është kandidat i tyre. Unë e shoh garën, mendoj që Ekrem Hyseni, doktori, ka bënë një punë të jashtëzakonshme, domethënë në Podujev, edhe mendoj që i ka sanu disa prej problemeve elektorale që ka pas herën e parë. Se mos harrojmë, edhe herën e parë ka qenë shumë garë interesante në Podujev, edhe unë mendoj që ka pas faktor eksternal që ka shkaktuar humbjen doktorit atëherë. Veçanërisht nga PDK-ja atje. Po, që tash po duket që i ka sanu. Domethënë i ka sanu edhe në marrëveshje që i ka bëu, edhe me njerëz që i ka marrë, si që përmendti ajet potera, por ka marrë njerëz për vetëvendosjes, ka marrë njerëz për partive tjera, kështu që mendoj që tash e ka gara shumë. Unë e shoh balotazh në Podujev. Shoh balotazh në Podujev dhe unë kisha dashur që në balotazh me fitu Ekrem Hyseni. Sepse unë mendoj që për një është kryetar më i mirë se sa shpejtim bulliq. Okej. LDK-n pra. Atëherë, si e shohun e Podujevën? Përmena edhe më herët, grupet e interesit janë të fuqishme në Podujev. Paraja publike ka hyrë atje. Gjithë qeveria ka zbarku në Podujev për ta mbajt këtë komunë. Megjithatë unë shpresoj që llapjant të reflektonin. Sepse rajoni Llapit është prej atyre rajoneve që ka dhënë më shumti në luftë. Zona operative e Llapit ka qenë prej më të mirave, më të organizuara. Ka pas numër të madh ushtarësh, numër të madh betejash, numër të madh viktimash. Populli ka vujt gjatë viteve 98-99, po kryesisht në 99-ën. Ajo që kom pa në mënyra se si ka flet për viktimat, pa kur farë ndjesie, zoti Shpejtim Bulliqi për mua është e tmerrshme. Dhe veçanërisht kur ka diskutu me Ekrem Hysenin, i cili ka psu në atë luftë. Pra vllaun e kishte të plagosun, nanën të plagosun, motrën të plagosun, vllaun tjetër të vrarë. Pra, ka viktima në familjen e tij dhe mënyra si shleste ai. Veteran Këleqa, kjo mu më ka të merru. Mungesa e ndjeshmërisë, përbuzja, gjuha përbuzë në raport me viktimat. Mendoj që ishtë dashur me qenë kryesorja që me ndëshku llapjanet. Ishtë dashur me qenë kryesorja. Për mu është tani për me faktori mjaftueshëm me ndëshku. Po. Vetë çito me pas, këtë tjera. Tani me hyn të punët, të premtimet, ajo që ka ndodhur në Podujev. Raportimet shumëta ka pas gjatë këtyre 4 vjetëve për keqpërdorime të paras publike, çmimet e kurdisuna, shpërblimet e ndërë të miqve të tij, njerëzve të vetëvendosjes, punësimet masive të familjarëve të zotit Shpejtim Bulliqi. Unë besoj që këto ishtë dashur me u marrë si prova tjera të mjaftueshme që këtë njeri, jo pse unë kam diçka kundër tij,
për që këtë njeri me pensionu nga të qenit kryetar i Podujevës. Për këtë arsye, unë shpresoj që të ketë balotazh. Nëse ka balotazh, mendoj që do të fitoj pastaj me përkrahje të gjithëve do të fitoj doktori në Podujev. Sidoqoftë është goxha lart shpiti Mbulliçi dhe gjasat janë që të kaloj edhe pa balotazh, por unë shpresoj me një balotazh që doktori ta fitoj garen. Me dëshirë e la për doktorin, kështu si ngjyrë, edhe shpresi me thonë mbështetje për një mjek të mirë, i cili ka tregu humanizëm në punën e tij, ka tregu përkushtim në punën e tij dhe ka tregu edukat të komunikimit gjatë kësaj fushate dhe jo vetëm. Jemi tash te Obiliqi. Obiliqi i Xhafer Gashit deri tash. Xhafer Gashi ka largu nga pushteti LDK-n. Bashkë me AK-n, pra herën e parë ka qenë me AK-n. Herën e dytë kur është zgjedh ka dal nga AK-ja, ka themelu një iniciativë qytetare, prapi ka fitu zgjedhjet. Tash është me LDK-n që supozohet që do të ishte ande më i fuqishëm, sepse i përket një partije politike e cila ka shtrirje dhe performancë të mirë në zgjedhjet lokale, dhe kjo është dëshmuar me numrin më të madh edhe të votave, edhe të këshilltarëve komunal, edhe të komunave në nivel vendi në zgjedhjet e 2021-s. Prandaj si është Obiliqin? Gara është mes Xhafer Gashit dhe Halil Thaqit të vetëvendosjes. Po tash këtu Obiliqi ka me qenë për mendimin tim interesant, është përsëritje e garës. Pra edhe herën kaluar kanë qenë të dy. Atëherë Xhafer Gashi ka qenë në shpërmendje të iniciativa, mendoj që këtu të dy kandidatët janë të fortë. Të drejtën. Xhafer Gashi është i fortë sepse ai ka dëshmuar që fiton shpeshherë pavarësisht edhe partisë. Dhe është, domethënë, edhe si kryetar ka shërbyer për Obiliqin, domethënë nuk mund është krejtësisht i transformuar. Krejtësisht i transformuar, ka qenë kryetar i mirë, domethënë, ka ndajt me një komunë të vogël edhe pse Gjafa është një farë figurë kombëtare kështu, pe luftës e Kosharës e kështu me radhë, domethënë. Mirë, po këtë radhën mendoj që Halil Thaqi si kandidat, sepse ka humb garën herën e kaluar, është fuqizu. Është fuqizu përmes ne kemi pas çka ka bëu, domethënë me kekë kështu me radhë. Me punësime, edhe në çdo drejtim mendoj që këtu kjo ja shton pak mundësinë atij që më sfidu pak më shumë zotin kryetarin e Gashit. Dhe në këtë drejtim nuk di çka më të thonë. Unë mendoj që në fund ka me fitu Xhafer Gashi, nuk e di a ka balotazh në Obiliq, sepse nuk e kam parasysh fuqinë e partive tjera. Balotazhin ta garanton kur ekip edhe në parti. Këtu i ndoqët që janë PDK-ja. Edhe këto mund më kry pa balotazh. Po unë mendoj që ka me fitu Xhafer Gashi, po nuk e ka fare të lehtë. Ose mendoj që e kam shumë më të vështirë se herën e kaluar. Sepse tash janë dy kandidatë, për shembull, do të flasim tash edhe për Fushkosovën. Edhe në Fushkosovën në Obiliq, e që janë, si me thonë, pjesë të njëjtës strukturë të punësimeve të paligjshme dhe korruptive në KEK edhe në ndërmarrje publike. Kisha folën e pak për këto se kemi raportuar shumë. Po. Dhe tash në kuadër të kësaj, unë nuk e di për shembull qytetarët e Obiliqit a do t'ja merrnin si të mirë këto Halil Thaqit, pra që pishte njerëz në punë, apo do ta kuptonin ashtu siç unë e shoh, që është ndërhyje e paligjshme e një deputeti në punësimin e ndërmarrjes publike. Marrën së shpjegoj Kosovë. Po ashtu na kemi atë incizimin e zotit Thaqit, i cili ka ndërhyrë dhe to shpronësimet e kështu me radhë që bëhen për shkak të mijës atje. Po. Kështu që mendoj që pi kandidatët vendosës mund të jetë i fortë elektoralisht, po është një prej kështu, si më thon, modelit të politikanit që është më problematiku për mendimin tim. Pra, shkon me Kaltër. Obiliqin që shëshone. Zoti Halil Thaqi është prej atyre që ka ndërhyrë në punësime të ndryshme. Veçanërisht në KEK, në shpronësime këto. Por në të vërtet, shumë njerëz janë ndarë të zhgënjym për i tij, për shkak edhe të mashtrimit dhe për shkak se ata e kanë deklaruar vetë në prokurori, se ne kemi raportuar këtu, që i ka shty edhe me shkelizje. Çka ka ndodhur? Një numër i caktuar njerëz të cilët nuk kanë pasur shkollë të mesme
dhe kriter që ka qenë diploma e shkollës e mesme për të punësuar në KEK, kanë marrë diploma falsë në një shkollë të mesme të Obelisqit. Masi kemi raportu na, do me thonë, emrat ju kanë dalë në listë, dhe njerëzit kër i kanë po fshinin e vetë, ka po tafërt, ka thonë, hej, ma pas kanë zonë vendin, po që ky s'ka diplomë. Ky s'ka diplomë, është bëhe madhe këto, dhe ka dalë që dikun 92 persona kanë apliku me diploma falsë. Dhe që ka thonë, ja kanë po sherrin, se rend janë të shku në prokurori, si të dyshuar për falsifikim edhe për përmashtrim, dhe në prokurori kanë deklaru disa për i tyne se janë stimulu, pra janë këshillu nga Halil Thaçi që ti marrin këto diploma për të punësuar. Pra nuk ka zgjedhë mënyrë as metodë për të arritë qëllimet e veta, të cilat pastaj ka dashur me kthy në votë. Por një gjë e tillë është e përhapur në jashtëzakonisht shumë në Obelisq dhe mendoj që ka me shkaktu pasoja. Tash për me fol për zotin Gashi, unë sa herë shoh këto, e shoh Agim Ramadanin, e shoh Salit Qekun, e shoh çto figura që kanë qenë, që janë emblematike të betejës së Kosharës. E dim që ka ndodhur në Koshare, e dim suksesin e UÇK-s në atë kohë dhe Gjafa është njëri prej eprorëve të UÇK-s. Shto kësaj, si kryetari i Obelisqit, ka ndodhur një transformim. Sot Obelisqi ka qenë i mbushur me baraka, ka qenë me berllog, ka qenë, si me thonë, si keku komplet kështu. Por sot, me shku me pasë, mbjen me shku, jo me punë, është thujse krejtësisht i transformuar. Për këtë arsye, unë ja jap votën, se thojnë, Gjafës, dhe shpresoj që me fitu Gjafa. Unë kam qendrim publik tashmo që vetëvendosja nuk duhet me fitu asnjë komunë për shkak të Albin Kurtit, e jo që kam ndaj sen personale me këta. Jo, veç mendoj që qëre, tash nuk po flas veç për Obelisqin, për domethënë një gjë që është e veçantë të zgjedhjet lokale është që megjithatë këtu flasin për kandidat, jo për partinë domosdoshmërisht. Po, tash po, ajo. Nuk e konsideroj bashkë mirë kur Albinin e ka shef. Absolutisht, po megjithatë, domethënë apo flasim dhe tash për shembull ti në rastin si Obelisqit, ose me keni një kryetar i cili është shembull për shumë gjëra, edhe ki potencialisht një kundër kandidat të tij, që siç e përmendet ti, e unë që shpe kuptoj këto, ky mund me përfundu me akuzën. Po, pra. Për shkak të procesit që unë si kom ditë detaj. Po. Tash, unë më konë qytetari i Obelisqit nuk isha pas çast vështirë me vendos në mes të këtyre dyve. Pavarësisht që ky mundet me fol mirë ky tjetri. Njëri ka më të përfundu në atë akuzë shpejt, po aki, edhe rrjedhimisht apo dyna kryetar. Fushkosova. Gjashëm është Fushkosova. Fushkosova ka pak një disavantazh më të madh. Kandidati i LDK-s, i cili është jashtëzakonisht i mirë në një ato personalisht. Krejt kanë fol super Po mendoj që është një prej kështu që më thon burokratëve më të përgatitur që ka Kosova. Në aspektin domethënë procedural, përvoja institucionale është jashtëzakonshme, shumë me integritet, shumë i qëndrueshëm. Nuk e di a e penalizon kjo zgjedhje. Por është shumë i ndershëm për me fitu. Tash atë unë kam problem se kanë njerëz këshyrën gjashtu. Edhe këtu e ka një kandidat që është bashkëpunëtori i Halit Thaçit. Domethënë nëse Halit Thaçi përfundon në këtë akuzë, shumë lehtë mund të shkoj për vrezë. Se bashkë kishin bërë. Unë vonë kam marrë vesh për këtë afert, e pranoj, po më ka dukur skandaloze domethënë. Dhe në çdo drejtim unë prap mendoj që Fushkosova ka më mbet në LDK, ti shkon me Burim Berishën, i shkon punë kryme, pa folje hiç, po unë shpresoj që Fushkosova ka më zgjedh Besnik Osmanin, sepse unë mendoj që është nëse ja japin këtë shansë, kanë me pa edhe vetë që ky kamionizëm u vlerësu si një prej kryetarëve gati më të mirë të komunave të Kosovës. Kështu që nuk e di a fiton, unë ju them qytetarëve të Fushkosovës që na ngojnë e na vlerësojnë, që mirë shkon me e zgjedh Besnikun. Nuk kam çfarë më shtu më shumë për atë pjesë. Burim Berisha legjendë është konsideruar. Një njeri ka dalë, ka fitu zgjedhjet, i ka kry punët e veta, ka dalë, ka shit në pazar, ka shit vezë në pazar, ma i afërti me popullin, po që ja ka pa hajrin banorët edhe bizneset atje. Kur në Prishtinë nuk janë dhënë leje, atje është ndërtu në Fushkosovë. Tash, mirë keq, kam vrejtjet noja për mënyrën qysh është ndërtu. Por sot është një nga komunave të mëdha të Kosovës. Për këtë arsye, Burim Berisha e ka zgjedh zotin Osmani për pasardhës e tij, dhe unë nuk besoj që ai
ka gabu në këtë përzgjedhje dhe shto kësaj këto që sapo i thatë ju për zotin Osmani, shpresoj që do të ketë balotazh, por në fund edhe me mobilizim të tjerëve e merr LDK-ja. Dhe kemi Lipjanin, Imre Ahmetin me 2 kandidatë. Tash kjo po ashtu është gale interesante, sepse edhe në Lipjan tash i ki, si me thoni, ki 3 kandidatë. S'po thëmë që në barabartë. Unë ma shumë për shembull besoj që Lipjani shkon pa balotazh se Cecilia për qytet komunave tjera. Mirë po nuk e ka si për herën e kalume zoti Ahmeti, sepse tash ballafaqohet me 2 kandidatë që vinë për 2 partive që kanë peshë, domethënë në Lipjan, që është Shukri Buja nga PDK-ja dhe Ilir Qeriqi nga Lëvizja e Vendosit. Tash për shembull nëse e këshyjmë kështu vetëm matematikisht, s'po flas për punën e Imre Ahmetit, kemi folur në studio, mendoj që ka bëu punë shumë mirë, mendoj që në fakt Lipjani është njëra prej komunave që kisha shti që ka pasur kështu ndryshimin më të madh edhe të shpejt në një periudhë të shkurtë kohore për të mirë, ndryshim jo kështu. Dhe mendoj që kjo koqa shumë është merite Imre Ahmetit si kryetar, po du me folë për 2 kandidatë tjerë. Domethënë njëra anë ki Shukri Bujen, i cili rikthehet, ka qenë kryetar një kohë, tash po do ndodh një herë me fitu, që mendoj që kjo është penalizuese. Domethënë me i hub Ka ndru partitë. Ka ndru partitë, dhe me i hub zgjedhjet atë më rikthy prapa një herë, nuk është kjo, nuk është që ta mirë kuptojnë këta njerëzit atë. Nuk jam mirë kuptojnë as partisë për shembull, nuk mund të thonë që je parti e madhe. E mos më mujt me prodhu një kandidat në një komunë si Lipjani. Të njëjtën probleme ka edhe vetëvendosja. Parti e madhe, kanë pas një deputet shumë zëshëm të Lipjanit, prej KQS-s deri në Nuk e çojnë atë. Nuk e çojnë ato dhe e marrin një kandidat që s'është vetëvendosje realisht. Që është PDK realisht. Që është PDK. Baba i tij i cili ish i vlerësuar si person. Po, absolutisht. Po s'ka vrej. Po megjithatë s'është vetëvendosje. Dhe tash, unë më koni Lipjanit kisha thonë vetëvendosje qysh. S'keni kandidat juaj, në. Dhe që drejtim unë mendoj që Imre Ahmeti e ka një përvarësi. Jo vetëm se është kryetar, jo vetëm se ka punu, por Imre Ahmeti 2 kandidat njëjtës. Ndërkohë që ky është kandidat që vjen nga LDK-ja që ka peshë në LDK. Është një për njerëzve kryesor në LDK, domethënë në partinë në përgjithësi. Dhe kjo natyrisht që ndihmon. Sepse ti e ki mundësinë që me e nxit LDK si parti, me deputetët që i ka, me zhduatja, që me i ndihmu Lipjanin kur ka nevojë. Që s'besoj që e ka as Qeriqi, as Shukri Buja. Okej. Kështu që e jep LDK-s. LDK-s. Tash çfarë territori. Për me folë për kandidatët këtu, tani qysh i shohën edhe qysh i vlerësoj. Në debate është thonë nga vetë zoti Shukri Buja se familja, baba i Ilirit Qeriqit është në PDK. Dhe kjo qysh në start mendoj që e ka dëmtu. Unë e shoh si kandidat ma shumë të Shukri Bujës se sa të vetëvendosjes zotin Qeriqi, sepse matematikat po shkojnë ashtu që me çdo kusht me çunë balotazh për mja marr komunën. Se ky është një bashkëpunim i jashtëzakonshëm i vetëvendosjes edhe Shukri Bujës për me rrëzu Imre Ahmetin. Po flas në këtë fazë. Tani mas balotazhi nëse do të ketë, nuk e di se si shkon, është nalt goxha me matje Imre Ahmeti, po është në kuadër të marrës se gabimit. Ndërsa sa i përket zotit Shukri Buja, Një qartësim është në kuadër të marrës të gabimit për me shku pa balotazh. Pa balotazh. Jo, për me raj dyti. Jo, me shku pa balotazh. Shukri Buja ka ndru parti, ka 2 dënime, njërin në shkallët e parë, ka ndalë edhe komunikime përgjime në të kaluarën. Unë nuk e di tash populli Lipjanit sa është i gatshëm me u rikthy të një kryetar që kanë pasur dorën në zemër, nuk ka pas në farë transformimi të Lipjanit. Prandaj, zoti Ahmeti është në avantazh. Kishim folë si zeronir që është edhe Drenasi. Kemi një kandidat të PDK-s dhe një ish kryetar pashtu të PDK-s, që ka një përplasje mrena llojit. Qysh jetoj po? Ramiz Ladrovsin dhe Për besë të tash, unë e kam
pak të vështirë me thonë, do me thonë kush mund me fitu në fund, sepse është gare interesant, tash natyrisht që në Drenas është PDK-ja, se kena diskutu kur. Mirë po kjo ndarja që është që po thuti brenda llojit, do me thonë, tash nuk e di se çka rezultati ka me sjellë në fund, edhe gjëja tjetër që për mua është pikpyetje është që kjo afera fundit e Ramiz Ladrovcit nuk e di se çfarë ndikimi ka me pas elektoralisht. Ndikimin jehonën që ka diskutime të kështu me radhë, është një tjetër gjë, po çka mendojnë qytetarët e Drenasit për këtë punë. Dhe pastaj a ja fajsojnë vetëm zotin Ladrovci, a edhe Partinë Demokratike të Kosovës për këtë gjë, është Sa ishte në PDK? Po, sa ishte kryetari i PDK-s. Ajo është pyetje që e din banorët e Drenasit, qytetarët e Drenasit nuk e di. Po megjithatë mendoj që këtu gjasa pak më të madhe i ka me fitu partia e jo Ramiz Ladrovci, në balotazh po flas, megjithatë struktura e partisë është e rëndësishme. A beson që ka balotazh? Nuk jam i sigurt për fuqinë e vetëvendosjes tash pas kësaj ndarje. Tash vetëvendosja ka pas një bazë të vogël në Drenas. Por që ka shku ka Ramizi. Po në këtë polarizim kjo mund me shku ka Ramizi, kështu që kjo mundet me qu pa balotazh. Nuk e përjashtaj. Këtu janë kandidat fort pa diskutim. Të dytë, partia është e fort, situata është në ngjashme para 4 vjetëve. Aso kohë Tega e PDK-s e kishte nominuar zotin Ajazi, drejton Ajazin, ndërsa qendra Ramiz Ladrovcin. Krijoi një subjekt politik atje dhe menzi fitoi Ramiz Ladrovci. Tani situata ka ndrru krejt. Këtë nuk ka zotin Ladrovci nuk e ka nominu PDK-ja, e ka Petrit Hajdarin, e ka gjithë mbështetjen që po jepet Petrit Hajdarit, por ndarja dhe konflikti atje është shumë i madh, ka tension. Domethënë nëse dikun ka pas tension gjatë fushatës është Drenasi. Sidoqoftë, duke e ditë që para 4 vjetëve mezi ka fitu Ramiz Ladrovci, duke qenë në PDK, unë mendoj që këtu fiton PDK-ja pa ndonjë problem. Natyrisht, jo fitore të thellë, por besoj që kam ja dalë në fund zoti Petrit Hajdarit të fitoj. Visa shkojmë pej në perëndim të Kosovës, në rrafshin e Dugaxhinit, qysh jetu e pa 03-shin. Po këtu është pak ma mix ngjyrash, se sa që e patëm 0-1, unë mendoj që peja mbetet LDK. Ka mundësi me pas balotazh në pej, me vetëvendosim. Nuk e di pastaj balotazhi mund me penalizu kryetarin, po në përgjithësi na kemi pasur që Gazmend Maxhi është një prej kryetarëve që ka fituar vazhdimisht edhe pa balotazh. Kështu që unë këtu e shoh që Gazmend Maxhi e kryen garën, ka shumë mundësi që e kryen pa balotazh. Ky kandidati i vetëvendosjes me sa kom pa kështu në për debate kështu ka treguar një farë agresiviteti, shpesh pa nevojshëm që mendoj që Po çka ke bënë? që qohet vonë që pjellot në gazi, po edhe një farë kështu, do me thonë qërët, po është një prej këtyre fushatave ku në kandidati ma shumë kështu me i gjithë kësia kryetari, se mësa me kalëzu veç që ka me bo. Në që këto gjëra mon nuk kam vlerë. Pejen që shëshon, unë mendoj që ka balotazh pej, dhe natyrisht afer kanë me qenë AK-ja me vetëvendosjen, por nëse zoti Muhaxheri i cili performimin se ka pas më të mirën gjatë diskutimeve në këtë garë zgjedhore. Unë mendoj që ka me pas vështirë me fitu edhe në balotazh nëse nuk reflekton. PDK-ja në pej, që tradicionalisht ka qenë blok me Xhavit Halitit, tash është ndame mes Adem Grabocit dhe Xhavit Halitit. Kështu që nuk mendoj që PDK-ja ka me kry punë zotit Muhaxheri e ai me luftu në garë me AK-n, ku është nga Ali Berisha dhe vetëvendosjen e zotit Kelmendi. Prandaj, për ta fitu pejen, Gazmend Muhaxherit i duhet një koalicion me AK-n, për ndryshe e ka të humbun. Për këtë arsye, unë nuk është që muj me qitë se cila fiton, me një kusht mundem nëse Gazmend Muhaxheri bën koalicion me AK-n, për ndryshe e ka të humbun. Por, natyrisht, reflektimi është të pushteti, edhe besoj që ka me u afru, me diskutu me Ali Berishën,
për një koalicion dhe për ta marrë peje. Ndryshe, nëse këto dyja mbeten, atëherë Aleanca ka me mbështet zotin Kelmendi kundër Gazmazjerit. Besoj që kanë reflektu, prandaj edhe unë ja la Gazmazjerit pejen me kusht që bashkëpunon me Akran. Aka janë peje është e fort. Istogu? Istogu mendoj që kryet pa baletash. Mendoj që performanca e kryetarit edhe si kryetar, po edhe në fushat ka qenë jashtëzakonisht e mirë. Edhe kom pa që është superior ka shikon të kandidatët vetë, pavarësisht fuqisë së partive tëre që mund ta kenë në stok, ka shi kandidatëve shihet që, si më thonë, si nata me ditjen. Kështu që unë mendoj që Ilir Ferrati e kryen garën me të parën, edhe uroj ta vëjt një gjë të tillë. Ilir gëzuar, Ilir. Vlerësimet kanë qenë të padiskutueshme për mënyrën si sa komunikua dhe vlerësimet që i ka dhënë për kolegët e që ka tij. dhënë ai vrejtje tash i tij, kështu që Jemi të Deçani i Akës. Deçani është hera e parë që në Deçan ka interesim në fushat dhe mendoj që kjo vjen për shkak të aktivitetit në natyra kuqit PSD-s. Nuk po them, unë nuk mendoj që rrezikohet Deçani, sepse na e dim që është organizuar kështu atje, po megjithatë unë mendoj që ka pas një sharm të jashtëzakonshëm fushata. I ka dhënë sharm, e vërtetë. Absolutisht. Vërtet, për këtë duhet me çmu. Absolutisht. Unë kam reaguar se e kanë trajtu keq AKJ zonë natyra kuqi. Është e papranueshme, mënyra se si kam pas kërcënime, kam pas mesazhe, kam pas edhe e gërditshme, duke e ditë që nuk e rrezikon. Për këtë arsye është dashur me komuniku me të mënyrë normale, sepse mbase i kishë ndihmu edhe më shumë. Sidoqoftë, AKJ e fiton pa baletazh, besoj me dikun mbi 75%. Por mendoj që fituese morale është natyra. Okej. Unikun e kemi. Uniku, këtu është gara mes LDK-s dhe AK-s. Edhe ka një, si me thonë, kështu mendim të përgjithshëm që AK-ja ka shumë gjasa me këtë Uniku. Unë mendoj që jo. Unë mendoj që këtu Rushdi Shehu ka me kryer garën pa baletash. Pa baletash. Natyrisht Uniku kryet pa baletash. Dy kandidati ki realisht, po unë mendoj që janë Rushdi Shehu ka një përkrahje të jashtëzakonshme, jo vetëm Unik, po edhe te Mërgata e Unikut, që është 50% të votës, mos gabofsha, të Unikut, kështu që aty s'ka ndonjë farë problemi. Kishte numër shumë të madh zhvendosur është prej Unikut, ne e patëm këto në intervistën e pata, 2011 ne kishte pas 11.000 banor, tash i ka 4.500. Pra ka ne edhe rrezikon me humb si komunë. Sidoqoftë unë besoj pa baletazh kanë zoti Rushdi Shehu, Gjakova e Ardianxhinit. Gjakova tash, unë mendoj që fiton Ardianxhini, mendoj që i Shkëndesh më kry pa baletash, për nuk mund me thonë bashkë me sigurinë e plotë. Mendoj që këtu vetëvendosja është e fortë, nuk e kanë kandidatin më të përshtatshëm për garë elektorale lokale, domethënë zoti Golja unë kam mekë edhe një mirë, po unë nuk mendoj që ai është si kryetar, si kandidat për kryetar komune, mirë po këtu kemi pas disa debate që kanë qenë interesante, këtu ka një lëvizje pozitive edhe për LDK-n. Te zoti Shehu po ashtu, dhe gjasat për më kry pa baletash unë i kam pak më të mëdha, po nuk i kam 800%. Mirë po mendoj që në fund Ardianxhini fiton, sepse Ardianxhini ka bërë një punë të jashtëzakonshme me Gjakovë, duhet me e pranu. Gjakova është e bukur, Gjakova e kuqe. Për një me është transformu Gjakova. Nëse do të kishte baletash, kisha dasht me qenë me LDK-n, me zotin Shehu, për shkak të kulturës e njëri, për shkak jeton Gjakovë, nuk është largu kur prej Gjakovë. Ka pas babën kryetare, Haqif Shehun, por mendoj shkon pa baletash. Kështu që Ardianxhini mundet me pas rezultat shumë të nalt, mundet me shku ngjajshëm me Agim Aliun, me pas shifrat edhe me shku pa baletash. Po nëse do të kishte baletash, shpresoj që do të jetë zoti Shehu. Kemi Klinën. Klina është interesant me që aty kandidati i PDK-s, që është pa ashtu riciklim një kandidati si që përmendëm me Lipjanin, po në këtë rast të mendoj që ka bën garë pak më të fortë. Ka shi kandidatit të AK-s, kështu që mendoj që këtu ka balotazh dhe gjasat për me marrë PDK-ja komunë mendoj që janë pak më të mëdha. Në fillim garës nuk kam besu se profesori kryetar Zenuni është jashtëzakonisht i mirë. Mirë, po me sa kom pa kështu edhe në performancë edhe për informatave që vinë, domethënë ka lëvizje në Klinë kuptimin e elektoratit.
Kështu që këtu nuk e përjashtoj që PDK-ja mund në fund balotazh me fitu komunën, pra Sokol Bashkollë. Shes Sokol Bashkollë. Ndërsa unë vazhdoj me balotazh, me zotin Zenun Elezaj. Unë e kom përmend publikisht se Palekaj i ka ndihmu Sokol Bashkollës, dhe ai ka një ndikim veçanërisht të bashkëdhetarët, të bashkombasit tanë të besimit katolik, por sidoqoftë në fund me balotazh për pak ka me dalë Zenun Elezaj, sepse edhe matematikat mund të jenë të tilla dhe mbështetja nga disa figura të rëndësishme atje që e ka marrë, s'po i përmenim me emra se ende nuk janë më i zgjedhur, besoj që do t'ja dalë të fitoj profesori Zenun Elezaj. Kemi 0-2-shin. Tash në 0-2 natyrisht. 0-2 i kemi 3 komuna, por janë edhe 4 komuna tjera, të cilat i fiton lista sërbe. Kështu që kishim shku me të tjera për Leposaveq, Zveçan, Zumri Potok, Mitrovica e Veriut. Mitrovic, gara ma interesante në base që ka qenë. Dhe rezultati mund është me qenë interesant. Mitrovica është një prej atyre garave në të zgjedhje lokale që është jashtëzakonisht e rëndësishme për shumë arsye. Domethënë, një nga Mitrovica vetëvendosja e ka dërguar një person i cili Faton Peci, pra i cili edhe ka qenë ministër dhe nuk është i vetëvendosur, që është interesant, domethënë është i listës Guxha. Ndërkohë që në Mitrovic gara ka filluar të mendojë që Fatoni është i padiskutueshëm, me Bedri Hamza nuk kandidante. Mirë, por pastaj gjatë fushatës, debateve dhe këto ato që kemi pa, ja kemi mësu emrin një personi i cili është jashtëzakonisht i mirë. Si politikan po flas. Na ja kemi mësu jashtë Mitrovica e ka njohur se është nënkryetari i Mitrovicës, po na nuk e kemi njohur. Dhe befasia më e madhe këtyre zgjedhjeve mendoj unë pozitive është Arjan Tahiri. Edhe këto e nin gjithandej që thojnë njerëzit. Fryma është për ta. Fryma është shumë për ta, ai ka kallëzuar një maturitë të jashtëzakonshme, një kompetencë të jashtëzakonshme, dhe përgatitje profesionale që mua më ka mahnit domethënë. Dhe së këndejme e ka qitë Faton Pecin në një pozicion jashtëzakonisht problematik, cili ka filluar me agresivitet të arrogancë e pastaj ka përfunduar në një farë diskutimi që as nuk diket çka janë nevojat e qytetit, as nuk i diket projektet që janë realizuar. Domthonë ka qenë komplet i humbur në paraqitjet e tij publike, edhe ka ndryshuar strategjinë e debatimit disa herë. Për shembull, një herë ka qenë shumë agresiv, pastaj ka qenë shumë i butë, pastaj pra ka kthyer agresiv. Shikisht pa përgatitur për garën. Edhe unë këtu mendoj që tash nuk e përjashtoj mundësinë që ka me pas balotazh në Mitrovic, me që elementi LDK atje megjithatë nuk duhet të mohohet komplet si vot, që me marrë 10%, 11% për shkak kandidatit i LDK-s, mund me shumë Mitrovicën në balotazh. Mirë, po shkuarja Mitrovicës në balotazh, unë mendoj që është garancë për Arjan Tahirin që fiton. Sepse është humbje dhe rënjes qaqe madhe e profilit të Faton Peci si një ministër që thej kam shumë vota e kështu me radhë, i cili pastaj ka me vetë shkuarin në balotazh ka me përjetuar edhe ai edhe dega atje si një humbje. E dyta që do të me ditë njerëzit është që Faton Peci nuk është njeriu më i mirë pranuar nga aktivistët vetëvendosës në Mitrovic, sepse shohin si një farë trupit huj. Pra nuk i kalon qendra këtu Albin Kurthi, që ata me pas kandidatin e vet. Kush do të qoftë që kishte më qenë kandidati nga dega atje. Kështu që unë edhe që kjo është e fundit, domethënë të i ki dy realitete këtu. E ki një PDK komplet të unifikuar për Arjan Tahirin dhe një vetëvendosje këgjat përqarë për Faton Pecin. Kështu që PDK. PDK. Arjan Tahiri ka gjasat pa balotazh, nëse arrin me siguru dikun 17.000 vota. Mundet me siguru, sepse Mitrovica është ka qytet interesant, qyteti është i përballur prej shumë të ardhurish për shkak të Trepçes, dihet një pjesë janë Shal, një pjesë janë Drenicë, më shumë të vot mund të ketë të Drenicës, të qytetit, ndërsa të dytë janë nga Shala.
performanca e Arianit fantastike, djali edukum, i shkollum mirë, basketbolist, nxënës i Betri Hamzës, mos me harruni gjatë e tillë, se s'ka qysh me dalë ndryshe, ndërsa zoti Peci, mendoj që e ka penalizuar zakonisht shumë, pse nuk është i vetëvendosës. Ne, dyta aferat e dyshuara korruptive. Mos ta harrojmë, është në nënhetime për një kontratë shumë problematike për mbjetës shtatësore, subvencionet e ndryshme, e tjera, të cilat vetëvendosje ka vendos t'ja qaj në këtë profil Mitrovicës, mbas edhe duke në nçmu pak. Prandaj, balotazh mund të ketë, por garën e fiton zoti Arian Tahiri. Ushtria? Ushtria është komunë që ka me pas balotazh mendoj, ne? Këtu gara është mes PDK-s edhe unë e shoh vetëvendosjes. Nuk e përjashtë e rëndësinë Xhafer Tahirit si kandidat i LDK-s, ka qenë kryetar komunë, por prapë është një prej atyre figurave që ka qenë konsumon, ka qenë kryetar kështu me radhë. Ndërkohë që këtu, domethënë zgjedhjet e kaluara, ushtria ka qenë një prej befasive, mos harrojmë. Kryetari aktual atje nuk ka qenë favorit për me fitu garën edhe fitoi. Kështu që mendoj që është një kryetar jashtëzakonisht i mirë dhe i përgatitur për ushtrin, po tash garën e ka me vetëvendosje, sepse vetëvendosja ka dalë me një kandidat që po duket që është ka e mirë mban votën e lëvizjes vendosje. Unë mendoj që në fund ka me hu, zoti Meholli. Ushtrin mirë, po ka me bogar. Nuk është për atyre personave që mund është me, se me thonë, me shpërfil. Pra, fiton në fund PDK-ja dhe kryetari aktual i komunës, apo ja. Njëjtë shoh edhe unë nuk e kisha njohur personalisht asnjëherë Ferit Idrisin, kryetarin aktual, kandidatin e PDK-s, deri që e kemi pas në studio këtu. Më ka lënë përshtypje jashtëzakonisht mirë, i urtë, intelektual, i përgatitur, luftëtar i UÇK-s, beti 4 i vlla pra. I ka të gjitha që ka i duhen një profili, edhe kombëtarisht, edhe intelektualisht, po edhe tash si kryetar, ka dhënë prova, ka ndodhur transformim, është ndërtuar sheshi, pra ushtria është qytet i madh, tashmë i madh, dhe për këtë arsye mendoj që do ta fitoj garën me balotazh. Nuk do të kishte balotazh nëse zonja Izmaku nuk do të kandidonte. Besoj që ajo një 600-700 vota mundet me i tërheq, por është çështje e saj, për kalkulimet saj ka hyrë këtë garë, por në fund fiton kryetari aktual. E kemi edhe Skënderajin. Këtu mendoj që s'kia çaj diskuton, është Sami Lushtaku kryetar. Sami Bova që kishim shku tash në kamet 06 ku e kemi Gjilanin. Tash Gjilani, unë mendoj që është një prej komunave që për shembull e shoh pak më ndryshe, me që mendoj që kryetari i vetëvendosjes megjithatë është kryetari fort. Jo për punë fort që i ka bënë, di që ka qenë shumë i kritikuar kështu me radhë, po në shoh që ai ka një farë kështu paraqitje cila e bën pak të ndryshëm prej ato që qytetarët janë mësuar zakonisht me patë vetëvendosje. Pra, nuk është agresiv, është i matur, është i urtë, bashkëpunues, pragmatik. Edhe kjo mendoj që ka dhënë një avantazh të madh, plus që është kryetari i komunës. Plus që tash për shembull ka dhënë disa zotime për nisjen e projekteve që kishte zotuar edhe herën e kaluar, por tash pra edhe i ka nis pak do punë me i bo për shembull që në kontracesh për Gjilanin. Mendoj që disavantazhet që mund të ketë ky është që nuk e ka ndihmën edhe për krahjen e PDK-s siç e ka pas herën e kaluar. Që është bërë realisht me vota të një pjesë të PDK-s për të që marrë Mustafës. Dhe dyta, tash e ka një avantazh mendojnë që nuk është përballë Lutfi Aziri që ishte një politikan jashtëzakonisht me ndikim, tash e ka nën kryetarin e komunës, i cili mendoj që po ashtu i ka gjasat e mira kur shkon balotazh edhe me fitu komunën, po një gjë që mundet me penalizu Albanin, e që nuk është përgjegjësia e tij, është absolutisht nervoza që unë mendoj që ju ka shkaktuar qytetarëve Gjilanit me shpërfilljen që ka bërë qeveria. Autostrada, stadiumi, punë të pakryera. Autostrada veçanërisht vetëm, ai kena pas një urë te Badovci që lidh Prishtinën me Gjilanin. Një vjet kanë vujt 200 metra 300 sa. Kanë vujt qytetarët të Gjilanit. Edhe këta unë nuk mendoj që njerëz të harrojnë. Kujt ja jap në fund?
Në fund mendoj që këtu, mendoj që gjasat i ka më të mëdha Albani me fitu. Albani. Po balotazh ka. Atëherë nëse kandidati fole për Albanin, ka tregu edukat, ka tregu mirësjellje, ka qenë më i shkat në debate, e ka qitë në kur disa herë Arber Ismailin, kandidatin e LDK-s, dhe kjo pastaj ja ka ndrru perceptimin në publik, po në fundit ka me votu Gjilani, nuk e dim se si votosh. Me bo me shku në balotazh, gjasat i ka që përmbyset rezultati fiton Arbri për shkak të kombinimit, por ka gjasat shkoj pa balotazh. Dhe nëse shkon pa balotazh, atëherë nuk ka diskutim që fiton Albani. Vitia? Vitia, unë mendoj që këtu Sokol Haliti ka me marrë mandatin e 4. Ka me marrë mandatin e 4, sepse na kemi pas të në studio, do në zamër nuk e dite, po unë jem mahnit. Me çka tregoj ke, si kom ditë ato, prandaj Vitia nuk është një komunë që investimet e huaja më kanë bërë përshtypje. Ka bërë shumë përshtypje ku i kish gjetë ato fonde e ato rrjete që unë as që di që ekzistojnë. Shkallësia e tij. Ki parasysh se keni ajo që po shkallësia e tij për çdo punë ka mahni. Për të thënë drejt. Ka një ritëm mëdha për bujqësinë, është i pasionuar me bujqësinë për shkak të profesionit. Mendoj edhe unë njëjtë që fiton zoti Sokol Haliti, dhe hyn në kuadrin e atyne kryetare më jetë gjatë, pra fiton mandatin e 4. Dhe kemi Kamenicën. Tash Kamenica është garë për mu e rëndësishme, sepse familja ime, babai im vjen nga Kamenica, unë kom lidhje me Kamenicën, natyrisht kam edhe familjar atje, dhe natyrisht pretendenti për kryetar, për të kthyer si kryetar është qëndron Kastrati, për që nuk kam vlerësimin maksimal. Në këtë drejtim, unë e di... Mos po mu e ndrojmë gjyrën? Po. E di që ka me pas balotazh në Kamenicë, dhe më thonë kryetari aktual i vendosës shkon me qendron Kastratin. Unë mendoj që në Kamenicë shumë lehtë qendron Kastrati mundet më u bë strumbullari që i mbledh të gjithë votuesit i JVV për me votu për ta. Në rondën e një parti shumë e vogël PSD-ja, një kandidat shumë i fuqishëm, që kërkush s'ja ka i nati për partive tjera dhe... Edhe i cili si kryetar e ka humbë garën herën e kalume për shkak të faktorëve të ndryshëm, por më shumë për shkak të ndërhyrjes antikushtetuese të qeverisë në reformën e arsimit. Mos harrojmë këtë. Po. Se ja përmbysi punën që ka bë. Uroj qendronit që të fitoj, balotazh besoj që do të ketë. Kisha dashur me fitu qendroni. Shkojmë të 05-shi, të Ferizaj. Tash të Ferizaj kemi një komunë që mujna me kry shpejt, se është komunë pa balotazh, mendoj unë. Këtu absolutisht mendoj që fiton Agim Aliu. Pra, tash Ferizaj për shembull është një prej komunave, jo e vetmja, po mendoj që është, si thonë, pararancë në këtë drejtim, të qëtit transformimit urban që e ka nis zoti Aliu dhe i cili po e shëndron Ferizaj nga një, si me thonë kështu, mos të më keq kuptojnë Ferizajasit, po nga një grumbull ndërtesash në qytet me fizionomi. Dhe nuk është vetëm nënkalimi, se ajo bo shumë e famshme, se do në zamë është projekt shumë i mirë, po nuk është vetëm nënkalimi, është edhe sheshi që është ndërtu, dhe më thonë fryma që ju ka dhënë kështu me radhë, Ferizajit, e natyrisht edhe zhvillimi ekonomik që i ka ndodhur Ferizajit, por që nuk është për shkak të nivelit lokal, po në përgjithësi si komunë, mendoj që këtu natyrisht qytetarët janë me Agim Aliun dhe da votojnë ata, sepse Agim Aliu e ka dëshmu që për punë të mëdha, edhe ka gatishmërinë edhe i qënë dhe në fund. Mendoj edhe njëjtë që fiton pa balotazh zoti Aliu. Kemi folë edhe këtu disa herë, e meriton një mandat, e meriton pa balotazh, për shkak të krejt punëve që janë kryer në Ferizaj. Natyrisht ka vërejtje se cili, a ishtë bërë kështu, a ishtë bërë kështu, po ka ndodhë transformimi. Duhet me vlerësu kandidatin e LDK-s, që është i edukum, është i sjellshëm, por me që atë LDK-ja është shumë poshtë në Ferizaj, kështu që Agim Aliu me merit fiton. E kemi shtimen. Ta shtimja, që veç me bu pak një digresion me që kem të folë për Ferizajin, po kjo është, si me thonë, në përgjithësi.
Kur themin ata zëm që Agim Aliu ka qenë kryetari i mirë, ose kur themin që Emir Ahmeti ka qenë kryetari i mirë, se po ne mendoj përpara Emir Rama ka qenë kryetari i mirë Vishnisë. Si më ka thonë që në kont për sosët. Natyrisht i kanë vërtetë e tyre. Pro t'ja përmendë këtu për shembull me Visar Azemin në Ferizaj ka potencial LDK-ja Murit. Po na po flasim për rrethana të caktuara që i ki sot, që se zgjedhjet janë dilën, nuk janë as 5 vjet, mas 5 vjet po ki ndryshon. Ta shtimja këtu kandidati i LDV-s, i cili është edhe kryetar komunës Qemal Aliu, unë nga jashtë mendoj që ka bëu punë mirë. Po më duhet me pranu që shtimja nuk është një për komunave që e frekuentoj. Kështu që nuk e di bash mirë, po mu ka duk që ka një mirënjohje për ta. Ka pas investime të qeverisë. Ka pas investime të qeverisë, ka punu mirë, e ka bo një gabim të jashtëzakonshëm që uroj që nuk e vazhdon tutje me këtë zhvendosjen e këtij institucionit për trajtimin e njerëzve me probleme mendore, që po të merresh vendosje jashtë shtimës, aty krejt komunitetit domethënë janë kundër. E uroj që këto mos më bë, por përndryshe mua më ka dukur që është kryetar i mirë i shtimës, edhe përkundër faktit që tash PDK-ja ka dalë me një kandidat që është po ashtu shumë më i pranueshëm për qytetin, mendoj që ai ka dhënë mandat në shtime. Me apo pa balotazh? Këto nuk muj me e ditë, sepse nuk e di fuqin tje, më di që PDK-ja është e forë shtime, nuk e di ja kanë parti tjera ndonjë. Shkojmë me Kaçanikun, hanin e Lezit. Kaçanikun, PDK-ja me shumë probleme. Po. Edhe këtu rrezikon PDK-ja me hub Kaçanikun, mendoj që këtu vendosja është forcueshëm. Edhe në anën tjetër PDK-ja nuk e ka gjetë kandidatin e duhur. Dytë vetë janë. Ai PDK, ky PDK, ndërkohë shumë lart është megjithatë ja jep PDK-s apo vetëvendosjes. Unë mendoj që Kaçanik vetëvendosja fiton. Okej. E di që garë e ngushtë, nuk e thëmë me sigurinë e plot, po mendoj që ma shumë i ka gjasa të Do të ishte, nëse fiton vetëvendosja, ki parasysh se aty ka dështu me Emri Krasnisi me menaxhu degën. Kështu që nëse fiton, ja kanë dhuru vetë. Sepse i ka shtime u përplas dy njerëz të unë kom pa që ka pak nacilat e PDK-ja. Shtërpcen lista sërbe të tjerët, sigurisht se këta e kanë. Dhe kemi Hanin e Lezit e kipë. Hanin e Lezit janë një kandidat, kryetari aktuali i PDK-s dhe zoti Suma. Këtu balotazh nuk ka. S'ka. Natyrisht janë veç dy kandidat, po përveç PDK-s, që ka mujtë herë kalu me zotin Suma, pra është rikthim, me sa kom pa këtë parti tjera me Rufki Suma. Kështu që unë mendoj që këtu Rufki Suma mund të më u kthy. E natyrisht edhe pak nacit eventuale në Kaçanik mund me pas efektin në PDK-s Hanin e Lezit, atë praktikisht. Jemi me Prizrenin. Prizren 04-shin e fundit. Po, Prizreni tash është komuna e dytë më e madhe në Kosovë, dhe mendoj që gjithë ka pas garë, ka garë edhe këtë radhë. Unë mendoj që Shashir Totaj është edhe i pari në balotazh dhe pastaj e fiton komunën, mendoj që këtu gara është me lëvizje vetëvendosje. Përkundër, domethënë, tentimit të drejton Selmanaj për me ringjallë, rikthy dekën e LDK-s, nuk mendoj që ka arrit me bë për këtë fazë, e uroj që ta bën në të ardhmen, edhe këtu mendoj që Shashir Totaj e fiton komunën, sepse kandidati i lëvizje vetëvendosje realisht nuk është kandidat i fuqishëm. Njëjtë mendoj unë që fiton, balotazh besoj që do të ketë. Mendoj që në rezultat për të dytin do të ketë ngushtim, sepse megjithatë drejton Selmanaj besoj që ka rrit votën atje dhe ka rënë vetëvendosja për shkak të kandidatit jo të përshtatshëm për këtë punë. Për këtë punë. Po, ta kishte zotin Qeko atje, e kishte rrezikuar shumë. Kishte rrezikim. Një gjë që duhet me përmend, domethënë dy gjëra, është e para që Shashir Totaj është kogja shumë i pranueshëm për qytetin. Edhe veçanërisht i pranueshëm për komunitetet. Po, që nuk e ka Artani. Edhe e dyta është që mendoj, për shembull, logjikisht do thosha që votuesi i LDK-s në Prizren më shumë në raundin e dytë do të duhet të shkon tek Shashir Totaj se ka vetëvendosje. Suareken balimarremi sigurisht me apo pa balotazh. Këtu mendoj që ka balotazh. LDK-ja është fuqizuar në Suarekun, mendoj që në fund balimarremi fiton. Mirë, po gara megjithatë po duket që është atje kogja intenzive. Matjet e ditëshme e fusin pa balotazh në margjën e gabimit, pra është 53, 52, 53, pra këto javët e fundit kështu ka lëviz. Kur janë kështu pic, kisha pas shef, mos me pas balotazh, se si me thonë, matematikat pastaj mund t'jenë të padrejta,
por sidoqoftë besoj që fiton, jo po besoj po fiton fund Bali Muharremi. Na ka met Malishev. Raveci, po e kemi kryer është me Gjakov, na ka met Dragashi, unë besoj që fiton LDK-ja prap, Edhe unë mendoj ashtu. sepse elektorati është shumë i zhvendosur në diasporë dhe besoj që shumica shkojnë për LDK-n. Dhe Malisheva zotit Limaj. Mendoj që fiton Nisma, natyrisht. Edhe pse aty ka një ringjallje rikthim të PDK-s. Mirë, po mendoj që në fund Nisma fiton, sepse natyrisht ka shumë arsye dhe rrethana dhe kryetari që vjen nga Nisma në Malishev nuk është që s'ka bo punë. Ja, ka bo punë. E vërtet është që ka bo punë, edhe është mirë mi alon Fatmir Limajt një komunë, bile, me një arsye për me ekzistu si parti politike që mund të thënë fond e kam një komunë atje. Nuk është që cili do që fiton kështu s'kam nëjë farë preference për ta, por për hirë të Fatmir Limajt kësha posjef me mbajt Nisma, si do qoftë punë jam bane Malishev. Ka që kishim për këtë parashikim tonin, për këtë analizë, nuk po thëmë parashikim, këtë analizë të kësaj fushate dhe në fund të një rezultatit mundshëm që do të ndodhë. Mos harro të këto mijat, ka pak edhe subjektivizëm, për shkak të simpative që kam për disa kandidat, se ka njerëz të mirë, ka njerëz të ndershëm, por për asë njerën për i këtyne, përveç Shpejtim Bolliqit, të cilin kur qysh s'kisha dasht me pa kryetar, për të tjerët nuk është që kam nëjë. Absolutisht. Meq, dilni, votoni për ata që mendoni që ju përfatsojnë, urojt këtë zgjedhje të mira, të qeta, të ndershme, dhe në fund të marrim shërbimet që i kam premtu kandidatet. Mirupafshim.